Kosova ka shënuar një fitore të madhe dhe plotësisht të merituar në Lubian duke mundur Sloveninë me rezultat 0-2 në ndeshjen e Xhiros së 5 të fazës së grupeve në eliminatoret për kampionatin botëror. Me këtë triumf dardanët arrin në kuotën e 10 pikëve duke siguruar matematikisht play-offin, ndërsa grupi kryesohet nga Zvicra me 13 pikë. Slovenia mbetet në kuotën e 3 pikëve, ndërsa Suedia mbyll renditjen me vetëm 1 pikë. Ndeshja nisi në mënyrën më të mirë të mundshme për Kosovën. Vetëm në minutën e 6 një pasim fantastik në thellësi nga Mërgim Vojvoda gjeti të lirë Fisnik Aslanin, i cili me qetësi e dërgoi topin në cepin e poshtëm të portës. Kosova vazhdoi të qëndroj kompakte duke menaxhuar lojën dhe duke e detyruar Sloveninë të tentojë kryesisht nga distanca. Rasti më i rrezikshëm i vendasve erdhi në minutën e 30 kur Tomi Horvat gjuajti fort, por Amir Shaipi reagoi në mënyrë fantastike. Pjesa e parë u mbyll 0-1, me fillimin e fraksionit të dytë Slovenia bëri 2 ndryshime, por planet e tyre u shkatëruan shpejt. Në minutën e 47 Petar Stojanovic u ndëshkua me karton të verdhë dhe vetëm disa minuta më vonë ai mori edhe të dytin pas një ndërhyrjeje të ashpër duke lënë slovenët me 10 lojtarë. Kosova e shfrytëzoi menjëherë epërsinë numerike. Në minutën e 64 gjatë një aksioni të shpejt Muslia harkoi topin drejt zonës së vogël në kërkim të Vojvodës. Mbrojtësi Zan Karnicnik devijoi topin në mënyrë të gabuar dhe e dërgoi në rrjetën e vet një autogol që çoi rezultatin në 0-2. Kosova kishte 2 mundësi të mira për të shtuar epërsinë, por Veldin Hoxha u ndal nga Oblak, ndërsa Muslia gjuajti bukur, por topi shkoi ngjitur me shtyllën. Me këtë triumf Kosova jo vetëm që e fiton ndeshjen me dominim, por edhe arrin objektivin kryesor të fazës së grupeve, kualifikimin në play-off. Një tjetër hap i madh drejt ëndrrës së botërorit.